Francesca Murati ka bërë reagimin e parë pasi në rrjet u tha se shtëpia e saj e re në Tiranë përfundoi në flag 2 ditë më parë. Megjithatë, Francesca bën të ditur se në fakt nuk bëhet fjalë për shtëpinë e saj pasi zjarri ishte një kat më poshtë. Në postimin e saj ajo shkruan: "Gjithçka është në rregull. Dua t'i falenderoj nga zemra të gjithë ata që më shkruajtën për të parë nëse isha mirë. Mbështetja juaj më preku shumë. Thjesht të gjithë duhet të jemi pak më të kujdesshëm, mos të hapim panik kot me video të tilla." Pikë së pari, nuk ishte kati im, por gjithsesi, gjithçka u vu në kontroll për punë minutash. Fal administratës fantastike që kujdeset për ne. Tani gjithçka është krejtësisht në rregull. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.